Pijeni një çaj kamomili para gjumit dhe do befashoheni me efektin. Një nga proceset më të rëndësishme në jetë është edhe gjumi. Kohëzgjatja e ciklit të gjumit varion nga mosha e individit, mirë po, që të ndërlidhet mirë edhe me pjesën e të ushqyerit. Konsumi i ushqimeve të shëndetshme minimizon rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kronike. Andaj, kivia, aratori zi bardh janë disa prej ushqimeve që rekomandohen të konsumohen para gjumit, për shkak të benefiteve që ato përmbajnë. Mirë po, në këtë kategori hyn edhe konsumi i çajit të kamomilit, çaji bimor që ofron shumë benefite shëndetësore. Ai është i njohur për zvogëlimin e inflamacionit që mund të shkaktojë sëmundje kronike, siç mund të jenë edhe ato të radikaleve të lira dhe sëmundjet e zemrës. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përdorimin e çajit të kamomilit në dietat tuaja të përgjithshme, duke sjellë kështu edhe rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj.